dashur miq, për ku takojmë sërish të live nga studio nr. 1 Radio Televizionit Shqiptar me mua Kristin dhe Kujtimin, një treshe tashmë e konsoliduar, e fortë që publiku normalisht e do Kujtim, apo jo? Ha? Ti e dakord me këtë pjesë, ha? Shumë dakord. Kujtimi është fokusuar te muzika e tij, që na shoqëron gjithmonë, për ndalin të falenderojmë pasi pa muzikë nuk ka kuptim as jeta. Miq të Kolorit, ne jemi gjithmonë me ju nga e Marta në të premte, ju rikujtoj gjithmonë, tashmë është një kanal dedikuar në YouTube për Kolor, Kolorët e Shoku, ju mund të bëni subscribe, edhe aty ndodhen të gjitha puntatat tona. Gjithashtu ju falenderojmë për Facebookun, për feedbackun që kemi gjithmonë nga ju. Faleminderit miq të dashur, sepse gjithmonë ku ka më mirë të kesh miq të cilët të suportojnë gjithmonë. Sërish me gjithë ato është momenti që ne të prezantojmë edhe emisionin e sotëm për të treguar ato menun se çfarë do të kemi sot. Në emision do të flasim në pjesën e parë për psikoterapinë. Do flasim për psikoterapinë, do të flasim me ekspertë të kësaj fushë, me mjek, me psikiatër, me psikolog për psikoterapinë. Çfarë është ajo? Format e psikoterapisë, edhe sa e njohin shqiptarët këtë term, edhe sa këshillohen pra në grup. Dërkohë ti Kristi psikoterapinë e njeh kështu? Unë e njoh në fakt, por mezi po presim të bisedoj. E njoh si term. Nuk e ke takuar ndonjëherë? Jo, se kam takuar. Po ti? Mirë, s'ka rënë rast. Ti ke takuar se ti? Jo, mirë, okay, kam takuar, por kështu që kemi një marrëdhënie të ngushtë nuk është se ka pas shumë. Megjithatë do të marrim shumë informacion, edhe mund të kemi pas edhe se dim, do të pyetur. Pikërisht, mezi po pres në fakt të flasim me miq tan për psikoterapinë, format e saj dhe në këtë mënyrë ndoshta mund të bëjmë pyetje personale që na i gjejnë më shumë ato defektet, gjëra, çfarë na mundon, çfarë nuk na mundon. Është tjetër puna, do të vesh te klinika për të marrë me këto gjëra, se do të tregojmë të gjitha live, se pastaj megjithatë do të flasim në pjesë tjetër të emisionit, do të kemi të ftuar, do t'i bëjmë edhe një psikoterapi shtëpisë, edhe një pjesë tjetër e emisionit, pas do të flasim për arretimin. Është periudhë që të gjithë ndryshojnë në shtëpinë, mërziten. Ja, unë për shembull jam mërzitur me atë faqen e dhomës time, edhe them ti fusi boj tjetër. Çfarë ngjyre ke? E kam një jeshile pa që shumtuar, më duket ajo jeshilja mua tani sa nuk e ke iden. Imagjino çfarë gjendje ka qenë kur e ka zgjedhur ngjyrën Kujtim. Këtë hall pas. Nuk është halli i madh, ti ke ngjyrën e shtëpisë? Ka njerëz ore Kujtim që stresohen për shtëpinë, lodhen pafund dhe nuk gjejnë kur e hap. Vesh në shtëpi shikosh atë ngjyrën jeshile si duket vetë se reparto shtarak, ë? I kam gjetur një balerinë ndërkohë aty te muri, mundohem gjithmonë të bëj ndryshime, por nuk është se jam shumë fanatike këtyre ndryshimeve. Mirë, do të kemi gjithashtu dhe do të flasim edhe për qarkullimin rrugor, për rregullat e reja, do të kemi drejtorin e përgjithshëm të policisë së qarkullimit rrugor të Tiranës, me cilin do të ndajmë një bisedë besoj të këndshme dhe marrim dhe vesh informacione më shumë në lidhje se pasi shohim edhe statistika si janë, çfarë ka ndodhur. Statistika, ndryshime, gjëra, do të thënë, duke qenë se tashmë të gjithë ankohen ose pyesin veten, po kjo çfarë ka ndodhur, çfarë nuk ka ndodhur, sot në Kolor do të shuhen të gjitha dyshimet edhe pyetjet tuaja. Ndërkohë faleminderit Sitamurt, pasi unë dhomën nuk e ndryshoj shumë shpesh, por veshjen time ndryshoj gjithmonë, fal Sitamurtit. Faleminderit. Në blog Rruga Brigada e 8, sot ka ndryshuar dhe look në fakt, me pantallona, me bluze, gjithmonë e lirshme. Bloku për Rruga Brigada e 8 bëri një xhiro aty pasi ka veshje me të vërtet shumë interesante dhe materiale fantastike. Okej, ne shkojmë të bashkojmë panelin pjesën e parë për folur për psikoterapinë, Kujtimin na shoqëroj me tingut e tij. Do të flasim për psikoterapinë, pra tu jemi me ekspertë të cilët ata të flasin shumë mirë, janë më të mirët në fushën e tyre. Silva Loka, mirë se erdhe, psikologe dhe psikoterapiste. Faleminderit për ftesën. Mirë se erdhe doktor Sadik Lala, mjek psikiatër. Mirë, përpara se të fillojmë bisedën, është momenti që ne ndjekim material në lidhje me çfarë është psikoterapia dhe kthehemi sërish në studio. Psikoterapia individuale ka për qëllim zgjidhjen e problemeve që lidhen me profilin klinik apo personalitetin e personit që ka nevojë për terapi. Kohëzgjatja e trajtimit është gjithmonë e varur nga kompleksiteti i situatës që duhet trajtuar përtej orientimit specifik. Psikoterapia psikoanalitike në veçanti është përshtatur për të shqyrtuar se si e pavetëdijshmja ndikon në mendimet dhe sjelljet. Kjo lejon për të marrë ndryshime të qëndrueshme në jetën e personit që shfaq simptomat. Terapisti ndihmon personin në marrjen e një kuptimi më të mirë të dinamikës së tij dhe analizën e modeleve të ndryshme apo ngjarjeve të rëndësishme që mund të luajnë një rol në vështirësitë aktuale të klientit ose formimit të disa pjesëve të personalitetit të tij. Kjo bëhet e mundur nëpërmjet studimit të fëmijërisë,
marrëdhënieve të rëndësishme, ngjarjeve kryesore, emocioneve, motivacioneve dhe ndjenjave të pavetishme që luajnë një rol në shqetësimin psikologjik, sjelljet jo funksionale dhe të keq adaptuara, si dhe strukturimin e personalitetit. Terapisti ofron një mjedis të ndjeshëm dhe jo gjykues të klientit, ku ai ndihet i sigurt për të shpjeguar ndjenjat apo veprimet që çuan në vështirësi dhe pakënaqësi në jetën e tij. Zhvillimin, përvojat emocionale dhe në këtë mënyrë çon në ndërgjegjësimin më të madh dhe qetësi. Terapia ka për qëllim për të zgjidhur simptoma në një mënyrë të qëndrueshme, por edhe për të përmirësuar mirëqenien e personit, duke bërë ato më efektive në trajtimin e jetës së tij në një të ardhme pas përfundimit të terapisë me zhdukjen e të gjitha simptomave. Mirë, pa, më kthyer sërish në studio pas një materiali që sapo ndoqëm, ndërkohë do të filloj me pyetjen. Materiali besoj ishte i saktë, kishte gjithë ato që janë përfshira? Aq sa mund ketë një kësaj. Mirë, për ta shpjeguar më thellë, çfarë është psikoterapia dhe sa lloje kemi atë? Shiko. Faleminderit. Psikoterapia është një ndërhyrje në rastet e gjithë nevojave për mirëqenie shpirtërore, që do të thotë, e thënë në fjalë thjeshta, psikoterapia ndodh në dy kushte. Kur individët kanë nevojë për t'i dhënë zgjidhje një problemi i cilët janë rregull shumë që t'japin zgjidhje, t'japin drejtim, një konfliktin marrëdhënie, varësie nga substancat, varësi nga kumari, probleme të ankthit, një problem specifik. Dhe psikoterapia është aty për të ndihmuar personin që përmes një procesi gjatë njohje, ndërgjegjësimi, analizimit vetes, të mund të ndihmoj veten duke qenë shumë i qartë se cilat janë pikat e tij më të forta dhe ku ai do duhet të mbështetet dhe pastaj ku do duhet të ndërhyjë. Gjithashtu psikoterapia ofrohet edhe në kushte kur personi jo domosdoshmërisht ka nevojë që t'i jap zgjidhje një problemi, jo domosdoshmërisht ka një konflikt, por kur ai ka nevojë të vetritet, kur ai ka nevojë që të ndajë me dikë që nuk bën pjesë në rrethin e tij familjar, në rrethin e tij shoqëror, pjesë të vetes, të ndihet i mirëkuptuar, të ndihet i mirëpritur, i paparaqykuar, të ndihet i plotë, të ndihet i vërtet. Psikoterapia i bën këto të dyja, edhe pjesën e të ndihmuarit në rastet një problematike të caktuar dhe në rastet e mbështetjes së personit për procesin e vetritjes. E pyetja sa lloj psikoterapish ka është një pyetje që nuk ka një përgjigje në një numër të saktë, sepse nëse flasim për llojet do të jenë të shumta. Në insert ju kishit përmendur dy shkolla të psikoterapisë, të cilat për hir të së vërtetës janë dy shkolla prestigjioze të psikoterapisë. Psikanaliza është një shkolla zanafille e psikoterapisë, ajo që shpeshherë ta shohet me të famshmin Sigmund Freud. Por në kohën e sot me vend pyetët nëse ai pacienti është rir edhe terapisti që i qëndron përkundrejt është tani më diçka që ndodh. Për hir të së vërtetës, psikanaliza duke qenë se ishte një trajtim shumë i gjatë në kohë, që personi i konsumonte shumë kohë dhe marrëdhënie me terapistin me kalimin e kohës, është elaboruar, është përmirësuar dhe ka ardhur në një variant më të përditësuar, më bashkëkohore, quajtur tani më psikoterapi dinamike. Edhe psikologjia, edhe psikoterapia behaviorale apo e sjelljes është gjithashtu një shkollë prestigjioze, por ne do të kemi mundësinë të flasim edhe pak më vonë, por një ndër tretet më të reja për shkak të terapisë është ajo e fokusuar në terapinë e artit, të muzikës, në psikodram, që do të thotë jemi gjithmonë në kushtet në të cilat edhe psikoterapia, sikurse shkencat e tjera që i përgjigjen nevojave të njerëzit, është duke ndjekur zhvillimin e shoqërisë. Po, praktikisht për përforcuar dhe diçka që tha Silva. Psikoterapi, prandaj dhe kolegja vuri buzën gas dhe shkolla psikoterapeutike realisht mendohet të jenë afro 500 të ashtu quhetura shkolla apo drejtime psikologjike. Approach, i thonë. Por vetëm një numër relativisht i vogël në raport me drejtimin e shkollës psikologjike në afër 500 janë të konsoliduara me bazë të duhur shkencore, ndërmjet të cilave janë disa nga ata që ju problemet më përpara. Dhe ka afro të ashtu quhetura rreth 300 të ashtu quhetura psikoterapi. Pse themi të ashtu quhetura? Psikoterapia është një shkencë relativisht
e re, atributet e së cilës deri në kohën kur Freudi prezantoi për herë të parë teorinë dhe praktikën e psikoanalizës, për arsye psikoanaliza është edhe shkollë drejtim psikologjik, ishte shkolla e parë, por është njëkohësisht edhe tendenca e parë ose shkolla praktike e parë e terapive, e psikoterapive. Për arsye dihet psikoanaliza ka qenë në psikoterapitë e para që të njohen. Dhe sot i kushtohet më tepër rëndësi, pavarësisht që ka shumë njerëz që merren secili me drejtimin e vet. Nganjëherë ne që jemi të profesionit kur lexojmë disa gjëra mbi shpike të reja të ngjashme me ato është për të vënë buzën gas të ngjashme me ato lajme që thuhet mbi dobinë e preshit apo mbi dobinë e lule shtrydhës. Normalisht që psikoterapia po vazhdon të konsolidohet si shkencë. Për arsye pse duhet ta dimë që shkenca ka disa kritere shumë eksakte në lidhje me vërtetësinë e përdorimit të një praktike të tillë në praktikën klinike. Problemi më i madh besoj është momenti i klientit për ta pranuar, për të shkuar, për ta bërë këtë. Jo, sikur sapo tha që psikoterapia tradicionale nuk është më ajo trendi ka qenë dikur, për shkak se psikoterapia tradicionale edhe sot e kësaj dite, pavarësisht nga përmirësimet e mundshme që ka, zgjat me vite. Sot trendi në psikoterapitë psikoanalitike në praktikën klinike, kur flasim për praktikën klinike, do të kemi parasysh gjithmonë bashkëpunimin e ngushtë të psikologëve dhe specialistëve të tjerë të shtetit vendor, veçanërisht psikiatrët, në qendrat komunitare të shërbimit të shtetit vendor. Natyrisht Shqipëria nuk i ka komoditetet dhe financet dhe mundësitë dhe trajnimet pavarësisht nga ato që përbohen shumë mirë, por përgatitin për rehat shumë e mirë psikiatrisht, psikologësh dhe psikiatrisht natyrisht, nuk e ka komoditetin për të padur, le themi, ose luksin për të padur gjithë këto aplikimin e këtyre terapive të reja. Por shkurtimisht për shembull për psikoterapitë psikoanalitike do të thoja që trendi është që të bëhen shumë të shkurtra në kohë dhe rezultati të jetë sa më shpejt i pranueshëm. Për shembull janë dy të shkolla të rëndësishme, ka shumë, por në përpunimit ato që përdoren ndendur në praktikën klinike psikiatrike në vendet e zhvilluara, janë terapitë psikodinamike afat-shkurtra, ku rezultati është shumë më shpejt dhe natyrisht është hequr dorë nga ato teknikat strikte të psikoanalizës. Sa rëndësishme është pra pikërisht psikoterapia psikoanalitike në raport me psikoterapitë të tjera? Shiko, psikanaliza ka një cilësi që vetëm ajo mund ta ketë. Ajo është e para. Duke qenë e para, sigurisht që ka privilegjin që të jetë e para që numërohet, ashtu sikurse pa diskutim ka dhe minusin që është e para që i hyn procesit analizës dhe të kundërvënies së terapive të tjera, sepse edhe psikoterapia, si çdo shkencë që vjen në ndihmë njeriut, është zhvilluar me logjikën që një terapi e re krijohet për të rregulluar ato mangësi, ato pikë të dobta, ato gjëra që nuk arritur të realizojë shkolla paraardhëse psikoterapeutike. Si e tillë, psikanaliza është një shkollë që brohoritet, po aqsa edhe kundërshtohet. Përkrahet, po aqsa edhe gjykohet që për hir të së vërtetës është një shkollë që nga varianti origjinali i psikanalizës, psikoterapistët kanë preferuar të shkputen, pikërisht për faktin se psikoanaliza, ajo klasike, zgjaste 5 deri në 7 vjet, në një konsum të përditshëm të kontaktit të terapistit me klientin. Një klient do të shkojë 7 vite rresht, 5 deri në 7 vite rresht? Po, më fal, nëse mund të vazhdoj vetëm një pak logjikën që do duhet kuptojmë kur bëhet fjalë për psikoterapinë. Shkolla psikoterapeutike, sikurse përgjithsisht shkencat edhe teoritë e ndërtuar e ngritura në kohë të ndryshme, do të mund të kuptoheshin shumë më mirë nëse i vendosim në kontekstin kohor, historik, kulturor kur ato janë krijuar. Psikanaliza, duke qenë shkolla e parë, diçka e fundit të shekullit të 19, në kohën ku psikiatri vazhdonte të ishte i vetmi profesionist i kualifikuar për të marrë me shëndetin mendor, por në atë kohë sigurisht shëndeti mendor apo trajtimi i shëndetit mendor vazhdonte të ishte tehet biologjik, tehet fizik gati me ndërhyrje që ishin edhe të natyrës fizike. Si e tillë, psikanaliza
gati e kishte domosdoshme këtë, le të themi, oscilacionin shumë të madh dhe çuarjen e pacientit në një kontakt të vazhdueshëm dhe të gjatur në kohë me terapistin, në mënyrë që realisht efektet ishin të kuptueshme. Dhe nga ana tjetër, me të drejtin sert e prezantoi që psikanaliza, duke qenë se mendonte që vetë personaliteti i njeriut është i përbërë nga një shumë mendimesh, sjelljesh, emocionesh që për ne janë të pandërgjeshme, që ne nuk jemi koshient pjesë më të madhe të kohës. Ajo gjithashtu i mësonte fakti që një individ e ka të vullosur gati të ardhmen e tij atje në vitet e para të fëmijërisë. Do të thotë nëse ti ke privilegjin që të kesh ca raporte të caktuara me familjarët, me veten, me shëndetin seksual, atëherë ti do të jesh i privilegjuar në të qenurit një rritur i shëndetshëm. Duke u nisur nga kjo qasje, sigurisht që psikanaliza pastaj si shkollë terapeutike, si shkollë ndërhyrëse, do t'i mësonte fakti që pacienti pavarësisht se shkonte te psikanalisti në një moshë 40 vjeçare, duhej që të përvishte realisht shumë fort lërët dhe të merrej me ngjarje apo me jetën e tij të ndodhur 30 apo 35 vjet më përpara. Kështu që e ka pasur të natyrshme këtë shtrirjen shumë të gjatë në kohë. Ndërkohë që në kohën e sotme jemi në periudhën e fast foodit, të gjërave të shpejta, ku individët nuk kanë kohë shumë të merren dhe të përsqaten. Atëherë janë pikërisht këto që doktor Sadiku përmendi, këto krijimet e reja, apo nuk është shumë okej tash që është krijim, por është një shkollë e re terapeutike e cila është përpjekur që ti parafrohet, ta respektojë. Cilat janë këto psikoterapitë më të përdorshme dhe që kanë më efektivitet tek klientët? Psikoterapitë më të përdorshme, po t'i marrim sipas kontekstit historik, domethënë atë timeline historik si janë zhvilluar historisht, është psikoterapitë psikoanalitike, kryesisht afat shkurtra me kohë të kufizuar, të cilët kanë treguar që janë shumë të dobishme dhe ka natyrisht kërkon një ekspertizë dhe një përgatitje teoriko-praktike shumë të thellë. Janë terapitë kognitivo-behaviorale. Them terapitë kognitivo-behaviorale për sepse në kontekst të përgjithshëm shkolla dhe drejtimet ose parimet themelore janë një, por janë bërë disa lloje ndarjesh në varësi të fushave të cilat trajton. Janë terapitë interpersonale, janë shumë të rëndësishme, dhe një numër i pafundëm terapish të tjera që janë bazuara kryesisht tek këto lloje. Dhe zgjidhja e terapisë varet nga problemi që ka klienti. Natyrisht që zgjidhja e terapisë për të përzgjedhur çfarë lloji psikoterapie bëhet një vlerësim shumë dimensional. Ka klient apo pacient, megjithëse në fjala klient shqip nuk tingëllon shumë mirë, po edhe as pacient jo. Nuk ka sens në sensin që klient është diçka. Po klient është më pranueshëm. Në natyrë donë që ka të bëjë më tepër në lidhje me një relacion. Pacient duhet sigurisht të smugur se klient është ofrimin e shërbimit dhe pagesës, ndërsa pacienti është më tepër konteksti mjekësor. Dhe ka dy lloj përzgjedhjesh. Një përzgjedhje bëhet nëpërmjet filtrit të psikologëve apo të psikologëve të këshillimit, ku dikush për një problem caktuar drejtohet për shembull për një problem ankthi, për një problem të jetës përditshme, për probleme të natyrës nga më ndryshme në aktivitetet e jetës përditshme që kanë vështirësi funksionimi njerëzit dhe kërkojnë ndihmën e një psikologu. Dhe natyrisht psikologu fillimisht etapet parë, siç ndodh në botë dhe siç ka filluar ndodh dhe tuke ne, pavarësisht do ta themi fatkeqësisht që akoma nuk kemi një mekanizëm të mirë filtri në lidhje me edhe me punën brenda profesionit të tashmë të rregulluar me ligj, por që është në fazën e drafteve. Po, në fazën e drafteve. Ndërkohë që mjekësia është një profesion i rregulluar me ligj dhe ka disa rregulla më strikte, ka protokollet posaçme. Sot bëhet psikoterapi nga shumë njerëz që nuk kanë mbaruar, mund të jenë trajnuar për njohuri të përgjithshme dhe marrin një diplomë bachelor ose edhe master mbase, por gjithsesi duhet jemi të vetëdijshëm që niveli i punës praktike është gjithmonë i varur me eksperiencën. Dhe kjo ndodh jo vetëm në vendin tonë, por edhe jashtë. Është e nevojshme një numër i caktuar orësh praktike në supervizionimin, për cilën besoj Silva më vonë do flas më mirë për supervizionimin në psikoterapi, që është shumë i rëndësishëm. Jo gjithkush mund të bëjë psikoterapi. Cilat janë ndryshimet midis këtyre psikoterapive të ndryshme, nga që ne i përmendim emrat, por ndoshta shumë pak vetë e dim ndryshimet që kanë psikoterapi në nëse një person vuan nga një shërgullim depresiv i rënd,
Në këtë rast, ne që jemi profesionistë fushës, mendojmë që, jo mendojmë, po janë protokollet posaçme të nxjerrë nga praktika klinike që ky person, idealja e trajtimit të këtij personi është mjekimi kombinuar. Që do thotë terapi nga psikoterapisti plus mjekim me barna për aq kohë sa është e nevojshme. Dhe nga ky bashkëpunim rrjedh një plan trajtimi sa më i mirë, sa më efikas që personi të kalojë sa më lehtë dhe sa më shpejt atë situatën në cilën ai ndodhet, që është shumë e rëndësishme. Por në këtë rast përzgjidhja personat që kanë vënë shërbime shumë të mëdha në radhë parë drejtoren te mjeku, nuk drejtoren te psikiatri. Pra sepse mund të jenë probleme shumë të një natyre shumë të rëndë për ne. Le themi, ju pyetët si do përzgjidhet. Një person me ankth, për shembull, zakonisht ne përdorim një person me ankth, qoftë në praktikën klinike ne iniciojmë disa gjëra të thjeshta dhe adresojmë tek psikologu, përdorim zakonisht disa lloje teknikash të posaçme që çdo psikoterapi ka disa lloje teknikash të posaçme. Dhe sot trendi i psikoterapive është që mos rrish strikt i gjërave të ditura mirë, pavarësisht gjërave të ditura mirë, por të varet në atë shkathësinë, eksperiencën dhe formimin akademik të psikologut për të përdorur teknikat më të mira të mundshme për të ardhur në ndihmë këtij personi. Dhe përzgjidhja bëhet, për shembull, një person me çrregullime të ankthi, teknika e desensibilizimit, që themi njihet që herët nga psikologët dhe psikiatrët është gjëja më e mirë. Ku përballemi situatën në mënyrë graduale, ka ato teknikat e veta, ka ato elementet e vet. Ndërsa një person që vuan nga depresioni i rënd, puna kryesore e punojësve të shtetit mendor, qofshin këto psikolog apo psikiatër, është të përqendrohemi tek mendimet negative. Për shkak të tyre njeriu mund mendoj të bëjë keq vetes, që përbën një këmbon alarmi, për shembull tentativat suicidale ose tendencat për vetvrasje, janë një këmbon alarmi për familjen, për shoqërinë, aq më tepër për profesionistët, që përveç detyrimit ligjor dhe moral ka dhe detyrimin ligjor për të ndërhyrë dhe ta trajtojë si një urgjencë. Dhe në këtë kontekst, neve zgjedhim, kur them ne, përfshit edhe psikologët dhe psikiatrit, punojësit e shtetit mendor në përgjithësi, zgjedhim metodën më efikase të cilat mbi bazën e formimit individual akademik, por dhe mbi bazën e asaj çfarë kërkon situata, bëhet një rivlerësim nga gjithë stafi i mundshëm për të arritur në atë rezultatin e duhur për një trajtim sa më të mirë. Psikologjia është një shkencë e cila gjykon, e cila vlerëson që njeriu është një trekëndësh barabrinjës, në cilin të treja kulmet përfaqësojnë atë që ne mendojmë, atë që ne ndjejmë dhe mënyrën se si ne sillemi. Si e tillë, brenda këtij trekëndshi ndodh gjithë dinamika e mënyrës se si ne funksionojmë. Shkollat e ndryshme terapeutike në vetvete janë perspektiva të ndryshme për të kuptuar se çfarë e çrregullon një person, çfarë e lëndon një person, çfarë ka shkaktuar disfunksionin tek një person dhe pastaj bazuar mbi këtë lloj perspektive, psikoterapit fillojnë dhe ndërtojnë, bazuar mbi teknikat që ato i kanë shumë specifike, fillojnë dhe ndërtojnë një strategji ndërhyrje tek personi. Çdo problem ka një metodë specifike, një mënyrë specifike. Jo çdo problem. Do të thotë, sipas shkollave të ndryshme terapeutike, problematika e njerëzve gjykohet ndryshe, vlerësohet ndryshe. Domethënë, psikologët të ndryshëm kanë mënyra të ndryshme për kurimin e një lloj shqetësimi apo një psikolog përdor shkollat e ndryshme për të arritur qëllimin e dur tek një si funksionon kjo pjesa. Do të çuditeshin nëse do të ishin të dyja, dua të them. Një psikoterapist i cili është i specializuar, le të themi, në psikanalizë, duke qenë se ky është edhe fokusi ose ajo që ju kishit përzgjedhur si psikoterapinë më përfaqësuese. Një psikanalist presupozohet që në momentin që klienti apo pacienti shkon në klinikën e tij, ai ta analizojë bazuar mbi ato që unë thash janë dinamikat e psikanalizës, që është e pavedishmja, e kaluara, zhvillimi psikoseksual i njeriut në fëmijëri, marrëdhëniet me babain dhe me nënën, dhe pastaj mbi këto kolona kryesore, duke analizuar çfarë tek njeriu shkon apo nuk shkon, çfarë ka ndodhur apo nuk ka ndodhur ashtu siç duhet, njeriu ndihmohet bazuar mbi teknika të caktuara që të eksplorojë veten dhe pastaj të ndërhyjë. Për shembull, një ndër teknikat specifike të psikanalizës, ajo që është ndoshta edhe më shumë përfolur, është interpretimi i ëndrave, duke qenë se sipas psikanalizës, ëndrat janë një shteg shumë i suksesshëm që ti të harish të eksplorosh të pandërgjeshmën e njeriu, duke qenë se
falë Zotit, ne kur ndërrojmë nuk kemi kontroll mbi gjërat që mendojmë, dhe kjo është një mënyrë për të reaguar në mënyrë më spontane të mundshme. Dhe pastaj bazuar mbi interpretimin e ëndrave, mbi transferencën kundër transferencën, teknika të tjera të tilla, njeriu ndihmohet që të analizojë veten, prandaj quhet psikanalizë. Njeriu e analizon veten dhe pastaj duke analizuar përpiqet që të rendisë apo të vendosi atje ku duhet në sirtarët e duhur pjesë të vetes. Kjo është gjë e parë që ndodh. Do të thotë një psikoterapist i profilizuar në një shkollë të caktuar terapeutike e ndihmon individin mbi këto shina, e vendos mbi këto shina. Ndërkohë që për hir të së vërtetës, gjithnjë edhe më shumë po preferohet terapia eklektike, që e përkthyer në shqip do të thotë terapi përzgjedhëse. Në fund të fundit, është shumë e vështirë që ti të mendosh që të gjithë klientët janë të përshtatshëm për një shkollë të caktuar terapeutike dhe vetëm për atë. Sepse ka teknika që nuk ecin me klientë të caktuar, ka qasje për të analizuar individin cilat nuk përshtaten me një problematik të caktuar, apo me një komunitet të caktuar, me moshat të caktuar të individve. Atëherë gjëja që bën është ti në klinikën tënde qep kostume, që do të thotë ti përpiqesh duke qenë se ke një njohuri shumë të mirë të gjithë shkollave terapeutike, të teknikave që ato kanë, edhe nga ana tjetër ti ke një njohuri dhe praktik e cilat ndihmon të kuptosh profilin e klientit, atëherë gjithçka që ti bën është ti fillon edhe ndërton bashkë me klientin një plan terapeutik. E megjithatë, përpos fakti që psikoterapia mund të jetë ose specifike ose eklektike, ajo që është përzgjedhëse, që ti vendos që në momentin e parë të përdorësh këtë teknikë nga një terapi sepse kjo është më e përshtatshme dhe pastaj të përdorësh një teknikë tjetër. Psikoterapia përgjithsisht, ashtu sikur edhe këshillimi, por do të ketë nevojë ndoshta që të bëjmë një ndalesë të vogël në këtë pikë. Psikoterapia ka një logjikë të thjeshtë, do të thotë psikoterapia fillon me një proces vlerësimi, i cili për hir të së vërtetës nuk ka një këmban kur fillon dhe kur mbaron, por ky është një hap i parë që fillimi dhe mbarimi, sa mund të zgjasë një trajtim psikoterapik? Trajtimi është gjithë procesi. Do të thotë trajtimi psikoterapeutik fillon që nga momenti që klienti akoma nuk ka ardhur tek ty. Juve me të drejtë bëhet një pyetje që parë, është e vështirë të shkohet te psikologu dhe jashtë Shqipërisë. Ndonjëherë mendohet që është çështje për shkak të mentalitetit në Shqipëri njerëzit nuk shkojnë te psikologu. Kjo ka të vërtetën brenda, por ndërkohë psikologu është rregulluar si shërbim ose le të themi ka ndryshuar mentalitetin ndaj shërbimeve psikoterapeutika, vetëm sepse psikologu jashtë Shqipërisë është futur si pjesë e sistemeve, është futur në mënyrë detyrueshme në shkollë, është futur në mënyrë detyrueshme në njerëzit kanë filluar të mësojnë që të vëgjën me praninë e tij. Pra do të thotë, në momentin që është i pranishëm, njerëzit kanë filluar të kuptojnë që ky është një shërbim që un kam nevojë ta përdor. Trajtimi fillon kohë përpara se të vihet tek zyra e psikologut. Pastaj ka një proces që është procesi vlerësimit, që ti si terapist bashkë me klientin keni nevojë të kuptoni pse. Do të thonë pse klienti ka ardhur aty dhe për çfarë klienti ka nevojë. Pasi mbaron procesi vlerësimit, i cili jo gjithmonë ka një pikë fundore, që do të thotë jo gjithmonë në fund procesit të vlerësimit ti ke të bësh me një diagnozë dhe pastaj duhet me se s'bën të referosh te psikiatri. Nuk ke një diagnozë psikiatrike, ti ke nevojë për atë që sot quhet trajtimi biopsikosocial, do të thonë një trajtim psikologjik, biologjik edhe social i individit. Kur mbaron vlerësimi, sikurse po ju thosha, jo gjithmonë me një diagnozë psikiatrike, fillon procesi i analizimit, që në psikanalizë quhet analizim, në teori të tjera quhet eksplorim, në psikoterapi të tjera quhet të njohësh veten. Pra, pavarësisht e martesës, logjika është e njëjtë. Individi fillon edhe zbulon kush është në thelb, çfarë janë pikat e tij të errta apo jo të errta, të cilat jo gjithmonë klientët zgjedhin t'i ndajnë me psikologun, por suksesi i madh është që klienti fillon dhe bie në kontakt me veten, në atë gjën e vet. Silva, nëse mund një moment. Vetëm të mbyll vetëm këtë gjë dhe pastaj vjen procesi i ndërhyrjes, ku klienti ti ndihmon klientin që të ndërhyjë ato që ai mendon që janë më të rëndësishme dhe pjesa e fundit fare është procesi i mbështetjes, ku ti pasi klienti ka filluar të kurojë veten, ti je aty për ta ndihmuar klientin që në fund fare të ndahet nga terapia dhe ti jesh tani më një paterit me thonjzash që ai nuk do të ketë më nevojë ta shikojë si pjesë integrale të vetes, që ai ka mundësinë që për të relaksuar dhe për të mund të vazhdoj vetë. Gjithmonë në kontekstin praktik të asaj që tha Silva në lidhje me vlerësimin. Vlerësimi më i mirë është ai vlerësim që bëhet në kushtet e multidisiplinare. Kur kjo gjithmonë është e mundur. Por mos harrojmë se ka dhe raste që trajtohen në spital që kërkojnë një ekspertizë shumë të mirë
profesionale që natyrisht arrihet nga mjekët, për shembull trajnimi i psikiatrëve është më specifik në lidhje me mjekimet, por ne na qellon shpeshherë që pacient të ndërojnë të përdor fjalën e duhur të strapacuar në terapi nga terapist të ashtuqytur terapist. Pra ne lidh nevoja e që thamë më parë që unë besoja që do ishte bërë, se ka vite që po punohet për rregullimin me ligj të profesionit të psikologut, që pacienti do thotë psikologja apo psikologu më ka thonë. Ku ti si klinicist ndihesh shpeshherë i sikletosur të japësh atë përgjigjen më të mirë të mundshme për të, jo se ne nuk dimë të japim një përgjigje për ta larguar si thonë nga ideja. Por ti nuk mund të thuash as që psikologu ja ka fut kot, nuk mund të thuash as se psikologu ka vepruar shumë mirë që të ka thënë, kur realisht nuk ka vepruar shumë mirë. Nevoja e rregullimit me ligj është një problem shumë i madh i profesionit të psikologjisë, ku të ketë një filtr shtetëror siç e ka bota, një bord njerëzish me eksperiencë të aftë për të bërë dallimin e personave që duhet të marrin licencën, siç është për shembull urdhri i mjekut tek ne. Po. E bën shumë të vështirë punën e psikologut në Shqipëri. Për arsyeën se përzihet, më pëlqen të flas me krahasime të thjeshta, se jemi përpara një auditori që të gjithë fashur. Përzihet milli me krundet. Në sensin që psikologë të trajnuar shumë mirë të cilët kanë marrë licencat profesionale dhe kanë vite të tëra pune, mund të kenë vite të tëra pune dhe vite të tëra akademizmi, që janë vazhdimisht në një proces vazhdueshëm më të reja. Sfumohen nga ideja e psikologut që mund të ketë dikush që me të drejtë ndihet i terrorizuar të shkojë për arsye se ka dhe pacient shëtitës, dhe pacient shëtitës janë pacientët më problematik në fushën tonë. Qoftë në fushën e mjekësore, prones psikiatër, qoftë në fushën e psikologut. Ju thatë pak më parë, cilët janë metodologjitë apo cilët janë metodat ju përzgjidhni mënyrën e trajtimit, cilën e trajtoj shumë bukur, mbi bazën e formimit, mbi bazën e eksperiencës, mbi bazën e problemit që ka pacienti. Por ne harrojmë diçka tjetër që nuk shkruhet në për libra. Pacientët shëtitës, pacientët shqiptarë nuk kanë të njëjtën kulturë siç kanë, le të themi, pacientët tjerë. Natyrisht tranzicioni i zgjatur ka lënë ato pasojat e veta si në çdo fushë tjetër, mos të diskutojmë në këtë kontekstin politik se jemi ngopur. Por pacientët tanë janë pacientë shëtitës. Mund të ndryshojë terapistin gabimisht vetëm thjesht për shkak të komunikimit ose thjesht për shkak të çmimit apo thjesht për shkak të korrektesës tuaj si psikiatër. Ka një kod etike për cilën Silva është eksperte në kodin etikës që duhet respektuar nga të gjithë psikologët. Dhe mbi të gjitha duhet të bërë evidente për çdo që jo gjithkush që ka një diplom në psikologji mund të bëjë psikoterapi. Dhe ka një diferencë shumë të madhe ndërmjet, më fal Silva, eksperiencës praktike, asaj formimit individual të psikologut, po njëkohësisht ka të bëjë shumë edhe me profilin individual të psikologut. Një psikolog i mirë nuk është problemi që duhet vetëm të buzëqesh. Një psikolog i mirë duhet të di të ndërtoj ato që ne në fushën tonë i themi alancë terapeutike, një alancë terapeutike shumë të mirë mbi bazën e një besimi reciprok, por ama dhe mbi bazën e profesionalizmit. Duhet buzëqesh i bukur psikologu, se në për filmat kënaqin kur dalin. Unë të falenderoj shumë se dik edhe ty Erian, sepse praktikisht atë gjysmën e gjës që unë e kisha me merak të ndaja me ju. Unë falenderoj pa mas, sepse realisht kërë është emisioni parë ku marrë pjesë me fokus psikoterapin. Kam qenë në panelet të tjera në rolin e psikologut, por roli psikologut është pak shumë gjithëfërshirës. Ti si psikolog sigurisht për hir të gjërave që di, që ke lexuar, që ke përvojë punë, harin të kesh një ide për pjesën më të madhe të fenomeneve sociale. Do kërkoj shumë ndjes, vetëm një moment. Është e ngjashme me ato që bëni shpeshherë ju të televizionit, ku merrni gjithmonë të njëjtat fytyra, qoftë në emisionet ku flitet, le të themi ne, për mielin e lopëve, deri tek problemet e shpërditjes. Pasi bëni psikoterapi edhe televizionet. Jo, ka disa lloje analistës që ta shpifin. Dhe kjo është dendur mbas në televizionin tuaj, jo, por në shumë televizione. Gjithmonë të njëjtat fytyra, gjithmonë të njëjtat persona, gjithmonë pavarësisht nga backgroundi i tyre që nuk e vjen diskutim në fusha të caktuara, por nuk mund të flasësh për gjithçka. Çdo fushë do ekspertë dhe fushë vetë. Fal Silva për të. Jo, s'ka problem. Por gjëja që doja të thosha është që do duhet ndahet pak pjesa e personave që janë
të afërt për publikun, të dashur, persona që din të qeshin bukur, sigurisht që kjo është e rëndësishme për një televizion. Nuk e vën në diskutim këtë gjë. Por do duhet ndahet ky dimension i psikologut që sigurisht përbën detyrim, është detyrë e psikologut që të informoj, të edukoj publikun, është pa diskutim e rëndësishme edhe kjo. Por nuk mund të atashohet, ose publiku ka nevojë të kuptojë që nuk mund të atashojnë një psikolog nga pikpamja vizive të përshtatshëm për media, një psikolog që ditë buzëqesh i bukur, një psikolog që ditë flas i bukur me ekskluzivisht një terapist shumë të mirë. Këto janë gjëra që do duhet të ndahen, sepse janë dy pjesë të tërës, por që jo domosdoshmërisht mund të jenë të gjithë psikologët. Ka psikologë që unë i kam dëgjuar të flasin shumë mirë në televizion, sikurse edhe unë përfshirë, që kam qenë pjesë e paneleve, por e gjendur në një panel kur do të duhet flisja për ujin, jam gjendur në një situatë shumë të vështirë. Dhe nga ai moment nuk mund të isha pjesë më e paneleve në një emision ku psikologu e ka të pavend qëndrimin. Dua të them kjo është pjesë e përgjegjësisë së psikologut, sikurse është edhe pjesë e ndërgjegjësimit që publiku ka nevojë të përqafojë. Kur vjen puna te psikoterapia është ndërhyrje, psikoterapia është ndim. Psikoterapia ka qendra të posaçme të licencuara për psikoterapi? Unë të falenderoj për pyetjen, sepse kur vjen momenti i diskutimit për licencimin, ne psikologët vuajmë keq. Vuajmë keq se pavarësisht faktit që ti ke shkollim mbi shkollim, ke përvojë, në momentin që nuk je licencuar, sigurisht që ti rrezikon dy fish. E para rrezikon ti profilin tënd tek klienti duke pasur të vështirë mungesën e kornizës ligjore. Do të thonë ti ligjërisht zbaton të gjitha ligjet që ti mendon që do duhet të rregullonin profesionin tënd, ti praktikisht zbaton çdo standard etik që ti teorikisht e di që do duhet ta kesh, por nuk ka një të tillë në Shqipëri. Dhe nga ana tjetër, nuk ke një fushë shumë të lirë veprimi që ti jesh të detyruar të edukosh pacientin që kur ai tiki prej teje, të mos mendoj që në psikologun e radhës gjërat mund të jenë ndryshe. Kjo është një terren që e bën çik të rrëshqitshëm në momentin që po flasim profesionin e psikologut. Kur flasim për shërbime psikologjike janë dy gjëra që duke qenë se nuk ka licencim të psikologut, psikologët janë të inkuadruar brenda qendrave të caktuara. Unë punoj pranë një instituti, ka psikologë që punojnë në shkolla, por që nuk bëjnë terapi, ata bëjnë ndërhyrje në raste krizash apo 2-3 seanca për raste shumë të veçanta specifike që ndodhin në shkollë, por do duhet ti rekomandojnë. Ka psikologë pranë në spitaleve. Isha hapi parë që njëri mund të takoj aty dhe pastaj mund të këshillojë që të shkojë. Është një portë hyrëse tek një shërbim që mendohet i rëndësishëm. Dhe pastaj në vitin 2010 në Mosgabofsha kanë filluar qendrat komunitare të shëndetit mendor me një projekt të mbështetur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Edhe më herët, por 2010 ka qenë bumi. Në 2010 ato janë profilizuar, janë shkëputur nga pjesa e shërbimeve parësore të shëndetit dhe janë profilizuar si qendra komunitare që ofrojnë ka shërbime për shëndetin mendor. Por nga ana tjetër do janë qendra që nuk mbulojnë gjithë Shqipërinë. Ka 3 të tilla në Shqipëri, ka një në Tiranë, ka një në Vlorë, në Mosgabofsha dhe në Shkodër gjithashtu, por nuk janë qendra që mbulojnë gjithë Republikën e Shqipërisë. Nga ana tjetër, po të referohemi ca shifrave të standardeve europiane, do duhet ketë 18 psikolog klinik për 100.000 banor, që do të thotë shifra që ti e gjen veten një akoma shumë larg. Gjithmonë flasim për sistemin publik të shërbimit, jo për ata që ofrojnë shërbimin në Mirë, por flasim për standardet e Zvicrës, edhe Zvicra ka standardet më të larta. Zvicra dhe Gjermania kanë 55 psikologë. Se kanë shumë nevojë ata? Kanë kemi 6 fish më pak se Zvicra numrin e psikiatrëve për shkak. Kanë shumë nevojë ata janë të stresuar apo? Ata ndoshta janë çik më të mençur se ne, përpos faktit që janë edhe çik më të pasur, që punojnë shumë më tepër për parandalimin sesa për trajtim. Dhe parandalosh sigurisht kërkon një pronë. Kur duhet bërë kurimi me psikoterapi dhe kur duhet të kalojmë tek pjesa e barnave? Si ndahet kjo pjesë? Siç përmendët ty pjesën e depresionit për shembull, që ka raste që jepen edhe barna. Në vendet ku ka shërbime të konsoliduara mirë, barriera e parë mbetet psikologu. Dihet. Çdo person i cili pra takimi parë është një shqetësim të vogël, duhet të kalosh tek psikologu. Ndërsa psikologu është ai që bën referencën tek psikiatri. Një mënyrë tjetër, po prapë shumë e zakonshme edhe në vendet e zhvilluara, është personi për ankesat që ka, le të themi mund të fillojë me një gjendje ankthi, një gjendje pagjumësie, një gjendje nervoziteti, mungesë dëshire për mos me bërë gjërat, i bie funksionimi e tjerë, dhe ai drejtohet si gjithmonë tek mjeku i shërbimit primar, tek mjeku i familjes apo tek ambulanca e lagjes.
Ne nuk kemi arritur akoma në atë nivelin kur çdo ambulancë të ketë një psikolog klinik i cili të jap ndihmën e vet në lidhje me probleme psikologjike apo psikiatrike. Citoj fjalën psikologjike dhe psikiatrike për arsyeën se janë të njëjtat diagnoza, janë të njëjtat çrregullime, por kuptohet me një shkallë të ndryshme rëndese. Jo se psikologu nuk trajton pacientën së murë rënd, por natyrisht pasi dalin nga faza e vet aktive. Ka një fazë ku duhet patjetër ndryrje mjekësore. Dhe kjo është e domosdoshme. Dhe ajo që dihet që është më e padiskutueshme është që mjekimi kombinuar është zgjidhja më e mirë me idenë që me kalimin gradual kur është e nevojshme në bazë të protokollet të caktuara hiqet mjekimi dhe pastaj mund vazhdohet me psikoterapeut. A ka të dhëna shkencore mbi efektshmërinë e psikoterapive që kanë patur? Po, do më lësh dhe një moment. Pa diskutim, ka studime shumë serioze, jo më kot cilësova pak më parë kontekstin shkencor. Ka, afro, dhe kjo është e sigur, mbi 500 të quajtura psikoterapi. Gjëra që të bëjnë vesh dhe buzën gas, edhe neve që jemi profesionistë. Por nëse jeta kjo është, diversiteti njerëzor i tillë është. Por kriteret mbi të cilën bëhen përzgjedhjet për të futur në aplikimet praktike janë kriteret shkencore. Dhe kriteret shkencore duhet të ketë vlefshmëri, duhet të ketë validitet shkencor, do të thonë që kjo tjetë e konfirmuar shkencërisht. Dhe shkencërisht është e konfirmuar siç është rasti i cognitivo behavioral terapisë ose terapive të sjelljes dhe të njohjes, ku është parë kanë futur pacientë në terapi vetëm me psikoterapi. Është bërë një procedurë, disa procedura shumë të sofistikuara, si është skaneri PET, është përdoret edhe për studime më tepër, por edhe për diagnostikime, dhe është parë nëpërmjet emetimit të pozitroneve, si është fluksi i gjakut dhe si është për shembull le të themi densiteti i caktuar në një zonë të trurit, për ta bëmë më të kuptueshme për auditorin. Dhe janë parë ndryshime në zonat caktuara, siç është për shembull në zonën e sistemit limbik dhe amigdale, në dy zonat të trurit, përgjithëse për emocionet dhe për sjelljen emocionale. Dhe mbi këtë bazë në parë ndryshimet mbas 24, në parë grupi parë le të themi mbas 12 seancash psikoterapi, mbas 24 seancash psikoterapi, 36 seancash sipas llojit të studimit, sipas dizainimit të studimit që bërë, dhe është parë që kanë qenë të njëjtat ndryshime siç janë bërë dhe nga mjekimi me barna. Atëherë shkencëtarët u lindë ideja, natyrisht këto kërkojnë shpenzime të mëdha, nuk është luksi, ne se kemi do të bëjnë shtetet që kanë mundësi. Dhe atëherë është parë që ky ndryshim ka diferencë të dukshme nga pikpamja e vlerës shkencore dhe kjo është një dhënë që psikoterapia duhet ta marrë. Por ama mos harrojmë se të gjithë këto persona që futen në filtrat e këtyre lloj eksperimentimeve janë të skrinuara ose si thosh janë të kaluar në përdur specialistë me eksperiencë dhe jo vetëm specialistë, shumë specialistë. Unë për ato desha që Silva të fliste pak nga që është më eksperte në fushën e vetë, në të që është një pjesë që i shqetësojnë gjithë psikologët, në lidhje me supervizionimin. Supervizionimi në psikoterapi është një gjë shumë e rëndësishme për shkak. Supervizimi ose ndryshe mbikëqyrja, duke qenë se psikoterapia në fundit nuk është ndërhyrje fizike, absolutisht nuk mund të jetë ndërhyrje fizike. Sa bashkëpunues do të jetë pacienti në këtë ose klienti në këtë bashkëveprim ndërmjet Nëse kërkoni një mas, nuk ka një të tillë. Klientë ndryshëm janë të ndryshëm, por pa diskutim që psikoterapia më efektshme është ajo që ngrihet mbi bazën e një marrëdhënie shumë të ngushtë midis terapistit dhe klientit. Pra do të besim që të ketë rezultate. Të gjithë klientët kanë nevojë për kohën e tyre për të pjekur besimin. Në fundi terapisi është një person të cilin t'i takon një herë në javë. Në rastin e trajtimeve të fëmijëve t'i takon 2 herë në javë. Në rastin e trajtimeve individuale t'i takon 45 minuta, 50 minuta, në rastin e terapive në çift t'i takon 70-75 minuta, dua të them sa ndryshim mund të bëj apo sa i lehtë është krijimi i besimit për një person që t'i takon kaq pak. Ndërkohë që çështja e besimit është shumë e rëndësishme për njerëzit, por vetëm pasi stabilizohet besimi, ti fillon edhe ndjen efektin e terapisë. Ajo që dua të thosha është që nuk jemi në kushtet, nuk do të ishte udhës që ta mendonim psikoterapinë si zvendësuese të trajtimeve me ilaçe apo trajtime me medikamente si zvendësuese të psikoterapisë. Nuk jemi në kushte të tilla tani më. Tani më psikologët dhe psikiatrët kanë kuptuar që trajtimi më i mirë i klientëve apo i pacientëve në raste të caktuara është t'i bësh të dyja paralelisht. Sepse ndërkohë që ti si psikolog e ke shumë të vështirë që të ndihmosh dikë, në rast se ai nuk merr medikamente, sepse është në një
periudhë, le të themi në fjalë shumë thjeshta, disfunksionimi shumë të madh dhe personi e ka shumë të vështirë të përmbaj veten, të përmbledhë mendimet, të jetë i qetë, të mos ketë ide të çuditshme për veten. Ti e ke shumë të vështirë që të punosh me sensin e vetes, në rast se personi është kaq i zhurmshëm, kaq i rrëmujshëm brenda dhe ti kërkon ndihmë nga psikiatri që me medikamente ti të fillosh të stabilizosh personin ku ti mund të ndërhysh. Ndërkohë që nga ana tjetër dhe vetë psikiatri me trajtimin medikamentoz gjithnjëherë dhe më shumë kuptojnë që nuk mund të bëjmë pa psikoterapinë, sepse do të vijë një moment në cilin ka raste sigurisht që individi mund të trajtohet me medikamente gjithë jetën, dhe kjo është okay. Kjo është një ndër çështjet më të diskutuara për shëndetin mendor. Me këshillën e mjekut përkatës. Por do të vijë momenti që ilaçet do të mbarojnë, do duhet mbyllen dhe çfarë do të ngelet tek personi? Varësia nga ilaçet do të ngelet fakti që unë kam marrë ca ndërhyrje të cilat më kanë rregulluar biologjikisht trupin, apo unë jam pa diskutim. Apo unë do duhet të aftësohem në mënyrë që nëse do të ndodhem në një situatë për afërt kohë më vonë, unë të kem mundësinë që ta parandaloj apo ta përmbledh veten. Dhe sigurisht varësia nga terapia është një ndër çështje që për hir të së vërtetës. Ne kemi ardhur drejt fundit të bisedës dhe unë do ja falenderoj shumë që ishit me ne në studio dhe shpresoj që ne takojmë sërish për të folur sepse me muzikën e kujtimit dhe mënyra se si e flisni dukesh edhe më i relaksuar. Nuk e di nëse ka diçka të fundit që e lam pa e përmendur. Gjëja që më ngelet gjithmonë për të thënë kur flasim për terapinë dhe për psikologun është njerëzit të ndërgjegjësohen, të mos i nënvlerësojnë paratit e vogla, të mos i nënvlerësojnë shqetësimet e vogla. Edhe nëse nuk shkojnë te psikologu, fakti që ndërgjegjësohen që këtu ka një gjë që unë do doja të ishte ndryshe sepse unë kam filluar të mos ndihem mirë, ky është një hap i mirë i suksesshëm. Pastaj të shkosh te psikologu dhe psikiatri, ky është hapi i dytë i rëndësishëm. Okej, faleminderit që ishit me ne në studio. Miqdashur, është momenti ja kalojmë në rinjë në regjistër për disa spote publicitare, pas pak do ndjejmë material në lidhje me temën që do të vazhdojë, do të jetë drejtori i përgjithshëm i Policisë Rrugore të Tiranës për të folur më shumë në lidhje me atë çfarë ka ndryshuar. Ndjekim materialin, ndjekim spotet dhe kthehemi.